Deputeti demokrat Xhelal Mziu ka komentuar incidentin e ndodhur pak ditë më parë në banesën e tij në Kamës, ku u regjistrua një shpërthim i fuqishëm me tritol, fatmirësisht pa viktima. Mziu më herët ishte shprehur se nuk ka konflikte me ndonjë dhe se nuk ishte dieni, por së fundmi ai ka bërë një deklaratë fortë në një studio televizive duke thënë se dyshonte politika. Ish kryebashkiaku i Kamzës tha se fakti që asnjë koleg deputet socialist nuk e ka kontaktuar, sa se Ministria e Brendshme nuk ka reaguar, e bën atë të dyshoj se pas vendosjes së tritolit qëndrojnë motive politike. Ajo çfarë ka ndodhur te unë është shumë e rëndë. Ti vendoset tritol një deputeti në vitin 2025 dhe të mos ketë asnjë reagim është shumë e rëndë. As kolegët deputet socialist, as Ministria e Brendshme nuk kanë reaguar dhe nuk kanë thënë asnjë fjalë për këtë. Kjo më ka bërë të dyshoj, përderisa nuk kanë reaguar më bën të dyshoj që pas saj është politika. Maksimumi që duhet bërë është sensibilizimi i faktorit ndërkombëtar që po lihet në heshtje, u shpreh Mziu. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.